Në pamje të parë këta fustan të kujtojnë ato të princeshave të përrallave me të cilat rrëfime është rritur gati çdo vajzë. Në fakt ky është edhe inspirimi i radhës i dizajnerit së re nga Gjakova, e cila ka një vit që ka hapur edhe studion e saj. Dizajnerja modes Jetmira Bejtullahu tashmë ka lansuar koleksionin e saj më të ri Fairy Dust, që në shqip përkthehet si pluhur zanash. Për më shumë detaje rreth këtij emërtimi flet vet ajo. Materialet që kemi përdorur për këtë koleksion është tyli më shumë, disa detaje me lula që i kemi qëndisë në dorë, janë disa detaje me zogj që i kemi mundu mi bo ma prallor. Emri i koleksionit është Fairy Dust. Arsyeja pse kam titullu Fairy Dust është se do të thonë pluhur i zonave. Një veçanti tjetër e këtij koleksioni është se shumica prej fustanave përmbajnë ngjyra të hapura. Ajo thotë se për këtë është bazuar në trendin e modës për këtë vit, në të cilën do të dominojnë këto nuanca. Ky është një ndër fustanat e koleksionit. Në këtë fustan kemi punu detajet me dorë që janë të qëndisura. Ka dhe këto detajet e kurdelave në alt. Këto janë disa nga ngjyrat e koleksionit të qelta, që është veçanti e koleksionit. Shija e klientëve ose përësit që bëhen e njëjta me trendin që është si vjet? Po, ka disa që e kuptojnë shumë mirë dhe kanë dëshirë mi pas një ndër fustanat që janë trend, po ka dhe disa që kanë dëshirë ende të duken më klasike dhe elegante. Ajo tregon se interesim për këtë koleksion kanë treguar dhe vajzat e shkollave të mesme për mbrëmjen e maturës. Jetmira edhe pse e re në këtë profesion, shumicën prej klientëve i kanë nga Gjakova, por së fundmi edhe nga qytete të ndryshme të Kosovës. Përgatitjet për koleksionin Fairy Dust ajo me bashkëpunëtorët e saj ka filluar në janar të këtij viti, kurse lansimi i tij është bërë në mars të po këtij viti.